Muaji gusht ka sjellë një gjallërim të ndjeshëm në qytetin e Lushnjës, ashtu si çdo verë qindra emigrantë janë rikthyer pranë familjeve të tyre për të kaluar pushimet në vendlindje, duke shtuar ndjeshëm lëvizjen e automjeteve në rrugët e qytetit. Në orët e para të mëngjesit, por edhe gjatë mbrëmjes, kur qytetarët dhe vizitorët i drejtohen qendrës së qytetit, akset kryesore përballen me një fluks të lartë qarkullimi. Trafiku bëhet më i dendur, ndërsa parkimet janë gjithnjë më të kufizuara, duke kërkuar një menaxhim të vazhdueshëm të situatës. Përballë kësaj ngarkese sezonale, efektivët e policisë bashkiake në bashkëpunim me policinë e shtetit janë çdo ditë në terren për të orientuar qarkullimin, për të shmangur bllokimet dhe për të garantuar lëvizjen sa më normale të automjeteve dhe këmbësorëve. Vëmendje veçantë i kushtohet edhe drejtuesve të mjeteve me targa të huaja, të cilët rikthehen nga emigracioni, si dhe turistëve që përdorin automjete me qera. Përmes këshillimit dhe orientimit në terren, efektivët synojnë të lehtësojnë lëvizjen dhe të shmangin situatat problematike në pikat më të ngarkuara të qytetit. Muaji gusht konsiderohet tradicionalisht periudha me fluksin më të madh të automjeteve në Lushnjë. Rikthimi i emigrantëve, shtimi i vizitorëve dhe lëvizjet e shumta drejt qendrës së qytetit krijojnë një volum të lartë qarkullimi, veçanërisht gjatë orëve të pikut. Pavarësisht temperaturave të larta të kësaj vere, efektivët e policisë bashkiake dhe policisë së shtetit vijojnë të jenë në krye të detyrës, duke menaxhuar trafikun dhe duke kontribuar në mbarvajtjen e qarkullimit rrugor. Qytetarët vlerësojnë praninë e shtuar të shërbimeve policore në terren, ndërsa autoritetet u bëjnë apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të respektojnë sinjalistikën rrugore, udhëzimet e punonjësve të policisë dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në mënyrë që sezoni veror të kalojë pa incidente dhe me një qarkullim sa më të sigurt për të gjithë.